e bën Kosovën kështu dhe e çon në zgjedhje të një pasnjëshme, duke marrë parasysh edhe nëntëshkurtin e vitit të shkuar. Çfarë do të thotë kjo për qytetarët e Kosovës, për ekonominë e saj, por ashtu edhe për institucionet? Qytetarët e Kosovës janë të irrituar me këto zgjedhje dhe ata në shumicë një pjesë e madhe e tyre me në bazë të kontakte mirë, po në bazë edhe të oponencës politike dhe në bazë të asaj që ne i përcjellemi, pra ata janë të irrituar dhe thonë që nuk do të marrin pjesë në zgjedhje, pra pritet me shumë gjatë që numri i qytetarëve që do dalin në këtë zgjedhje të jetë shumë më i vogël dhe numri i atyre që bojkotojnë të jetë shumë më i madh. Derisa për klasën politike në Kosovë i kanë kalkulimet e veta. Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë interesuar për të shkuar në zgjedhje sepse do ta ketë Vjosa Osmanin krah dhe me shumë gjasë do të ketë një rritje sa do të vogël, mirë po do të ketë një rritje. Gjë që zotëria Avdijiku do të justifikoj para elektoratit të tij gjithë ato dyshimet, dritët që janë hedhur për udhëheqjen e tij, do ta korrë një fitore dhe do ta mbaj pishtarin e një fituesi moral të këtyre zgjedhjeve. Derisa Partia Demokratike e Kosovës ndodhet në pritje të lirimit të ish-krerëve të saj që ndodhen në Hag, prandaj ka qenë edhe interesuar që mos ato do të rikthehen me se parashikohet që në maj të jepet verdikti nga gjykata e Hagës dhe me shumë gjas ata presin që ish-krerët e saj të rikthehen dhe për ta marrë partinë dhe për ta quar